Përpara një vizite të planifikuar të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Florida këtë të diel, presidenti i SBA-s Donald Trump paralemëroi se asgjë nuk do të vendoset derisa ai ta miratoj këtë gjë. Ai nuk ka asgjë sa kohë që unë nuk ja pëlqimin, tha Trump në një intervistë për Politico të premten. Pra, do të shohim se çfarë do të ketë, shtoi ai. Shtëpia e Bardhë konfirmoi takimin mes presidentit të SBA-s Trump dhe presidentit Ukrainas Zelensky të dielën në Palm Beach, Florida. Mbetet e paqartë nëse do të ketë bisedime edhe me palën ruse pasi Rusia nuk u përmend në njoftim. Vetë presidenti Zelensky njoftoi më parë se një marrëveshje sigurie midis Ukrainës dhe SBA-s ishte pothuajse e përfunduar. Zelensky kishte thënë më parë portalit të lajmeve Axios se SBA-t kishin ofruar një marrëveshje garancie sigurie 15 vjeçare, e cila mund të zgjatej. Megjithatë, Kievi dëshironte një afat më të gjatë. Përpara udhëtimit në SBA, Zelensky u konsultua edhe me aleatët evropian. Me iniciativën e kancelarit Friedrich Merz, presidenti i Ukrainës informoi një numër krerësh shtetesh dhe qeverish dhe përfaqësues të BE-s dhe NATO-s rreth bisedimeve të tij të ardhshme me Trump. Njoftoi qeveria gjermane në mbrëmje. Deri më tani nuk janë publikuar detaje specifike. Në një deklaratë thuhet se 11 krerë shtetesh dhe qeverish nga Europa dhe Kanadaja, si dhe udhëheqësit e NATO-s dhe BE-s, e kanë siguruar Ukrainën për mbështetjen e tyre të plotë dhe theksuan angazhimin e tyre për të punuar në koordinim të ngushtë me SBA-n për një paqe të qëndrueshme dhe të drejtë në Ukrainë. Zelensky theksoi të shtunën se Europa duhet të vazhdojë të punojë së bashku. Ne po koordinojmë qëndrimet tona dhe të gjithë në Europë. Duhet të bashkohemi për të mbrojtur mënyrën tonë të jetesës europiane, shkruan Deutsche Welle. Pavarësinë e shteteve tona dhe paqen në Europë duhet të ketë paqe, shkroi Zelensky në platformën X.